Organizata e Kombeve të Bashkuara e përshkroi nivelin e humbjes së ushqimeve një tragjedi globale. Sipas programit të Kombeve të Bashkuara për mjedisin, më shumë se 1 miliard ton ushqim u shpërdorua në vitin 2022. Kjo e bie se familjet në mbar botën kanë hedhur 1 miliard vakte çdo ditë. Në raportin e indeksit të mbetjeve ushqimore, OKB-ja tha se familjet dhe bizneset deponuan ushqime me vlerë më shumë se $1 trilion në një kohë kur më shumë se 780 milion njerëz ishin të uritur. Një humbje e tillë nuk ishte vetëm një dështim moral, por mjedisor, thuhet në raport. Humbja e ushqimit dhe mbeturinat gjenerojnë deri 8 apo 10% të emitimeve globale të gazrave serë. Nëse bëjmë një krahasim me shtetet e mëdha në botë, atëherë madhësia e shtetit që do të krijohet nga mbetjet ushqimore do të jetë i treti në glob pas Kinës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës.